që ka përgatimin, ai solli në trye specialitetet e tij tradicionale. Tash këtu i kam disa perime sezonale që kombinohen me mishin intern. Këto kena me i fërgu edhe pastaj vazhdojmë me procedurat tjera. Atëherë perimet vetë se janë fërgu, tash e vendosim edhe mishin intern shumë pak me fërgu dhe e vendosim pastaj në tavë. Atëherë mishi veç se është përfundu, tash veç e vendosim tavë dhe shtina në furrë. Pas çdo pjate të shijshme që përgatit Adonisi, qëndron gjithmonë edhe një ndihmë e vogël, por shumë e vlefshme. Shpesh kur ka në ngarkesë një mëj pak në kuzhinë, po nuk ka që nuk ka normali një shumicën e ushqimeve, se duhet me ditë mi prezantu, nështë di që shbohen e krejt, po nuk më shkon shumë përdore. Ka pas nevojë, qyteti prezident ka pas nevojë për një qësi lloj të ushqimeve, se ka qenë më shumë i fokusuar nështë edhe puna e kulturës, ka qenë më shumë i fokusuar në ushqime që ka qenë më shumë si turke, mas ne hynë në ushqimet e detit, ka pas nevojë për një kësi. Nga dashuria për gatimin, familja Shala e ktheu shtëpinë e vjetër të tyre në një restorant plot shije dhe kujtime. Fillimisht e patëm fillu këtë restorant në vitin 2016, kemi pas si shtëpi tonën ku kemi jetu, edhe kemi pas nevojë me punu diçka, si zgjidhe nuk e kemi pa rrugën e mërgimit, mas ne patëm fillu, patëm hap një restorant, kemi punu fillimisht me familje. E pikërisht aty filloi gjithçka. Adonisi u dashurua me kuzhinën duke parë nënën dhe gjyshen e tij teksa gatuanin. Unë kam qenë ma i lidhur me mamin, edhe e kom po që vllavi nuk është qa që interesun të kuzhina, po është ma interesun për mu marrë me klient, kështu që unë e vazhdova për mu marrë me ushqime. Po ndosha sekreti është se i bojmë tradicionale, gjitha janë bio, janë gjysh janë që nga mësu mu si përpashme që i thojnë, pogacja, suxhuku, specat, gjitha janë si ma përpara, kohët ma përpara. Frymëzimin është kanë qenë mami gjyshja, po sidomos gjyshja, se kur kom pa që ka qenë me një mosh pak ma të shtyt, kur kom pa që ajo po mundet, kom thonë që nështë edhe na të rritë alo ma shumë mujna, edhe familja, dhe me thonë, këto kanë qenë gjitha që më kanë ja vullnet. Pjotën e parë, po më kujtojnë momentin, po nështë mendoj që pogacja më duket ka qenë, ku kena pas shumë ngarkesë edhe veç se e kom po mami se që të përgatit edhe mami ka thonë nëse mund është me bë bane. Kur e kom bë dhe me thonë ka dalë shumë mirë, edhe kom vazhdu pasaj. Edhe unë njëtë e kom provu, po mund së më ka dalë mirë. Ushqimet të kujtë pëlqejnë ma shumë tash, do tash mami. Adonisi gatun për një me mirë edhe i pëlqen gjithve, po prapë si ushqimet e nanës nuk e ka një shije ndryshe. Për Adonisin dhe familjen e tij, qëllimi kryesor është ruajtja dhe promovimi i ushqimeve tradicionale. Mendoj se jo veç në restoran, po në përgjithësi nëse ki fillu me diçka jemi një fush, lami, ose ki një lloj të kauzës, nëse e mbron që ata, mendoj se kime pas sukses, për shkak se kime maj qatë klientel që i pëlqen. Për shembull, dikujt na mund mi pëlqy ky ushqimi tradicional, dikujt i pëlqejnë ushqimet e detit, shija është relative, po mendoj se me qenë i mirë dhe me qenë shumë i kujdesshëm që ato që ti e bën, që atë fushën tonë, mendoj që ajo është suksesi edhe ta jep një farë lloj konsistence mos më dorëzo. Mendoj nashta neve edhe si kuzhina karakterizon me majt që atë çdo pjatë me majt atë minimalistën, për shembull, se edhe na kena mujt në këto pjata, secilën me modernizu. Për shembull, mi qitë kësaj pesto ose mi qitë diçka tjetër, po nuk shkon, nuk është në traditë tonën. Përkundrazi po mendoj edhe që shpesh për shembull në vitet e fundit nashta më shumë janë të kërkuar çdo ushqime tradicionale. Edhe mendoj që ka marrë shumë ma të zhvillu kjo pjesa ushqimeve tradicionale se sa këto moderne, për shkak se njerëz po dalin, tash janë hek edhe vizat, po dalin në shtete të ndryshme, pishojnë ato ushqimet, po prap duhet dikun me i provu edhe këto ushqime tona. Ai po arrin me sukses ta balancoj kohën mes mësimeve dhe kuzhinës. Po mundona, asa po mundona, do me thonë para ditë jam në shkollë, kur vinë shpi normale të detyrat e shkollës i krymë si gjithmonë, pasaj kyçna në kuzhinë, i nimoj familjes tem, mamit, vllohut, babit, gjyshës gjithë. Kuzhinë e shoh si art, po besoj që
besoj e shpresoj që kur ta kryej shkollën e mesme kam e studiu për fizioterapi sepse e shoh ato si një profesion timin, po shpresoj që kuzhina, nëse s'është fizioterapia, kuzhina nuk është keq. Çdo punë që e bëjmë nuk është keq. Rregullat e tij në kuzhinë janë sekreti i suksesit. Ushqimet e mia, unë çdo gjë që e baj që thojnë si për vete. Kur më pëlqen mu besoj që kam e pëlqy edhe klientëve. Çdo sen që del pi dorës sem, e kërkoj mas pari, a më pëlqen si shije, nëse s'është e mirë, normal që nuk e shërbej te kërkush. Edhe gjithë punëtorëve, se zakonisht stafin kuzhinë kemi gra familjare, ju them gjithmonë që para se me shërbyer te klienti njerë duhet me provu. Edhe kjo besoj që është një rregull shumë strikt në kuzhinë. Adonisi rrëfen sfidat e kuzhinës. Ndoshta po të jo ishte kuzhinë ke pak nxehtë, kur është sezona, kur ka shumë klientë, domethënë bëhen shumë nxehtë, ndoshta sfidë për kur kam qenë më i vogël ka qenë sfidë për mua se nuk mundesh me përballuar nxehtësiat, kur vjen domethënë presioni që hajde më shpejt, bane çto, po akum të kalu shumë mirë. Vëllezërit tregojnë sa ja vlen të jesh sot një kuzhinier. Atëherë unë si mesazh ndoshta veç se po shihet apo po dihet, unë si moshë e re kisha thonë që me punu me familje, mos me dëgju komentet negative, veç me vazhdu përpara. Çdo punë që e bën me nder nuk është punë që duhet me tar marrë ose që duhet me tar keq për atë punë. Kështu që veç me të vazhdojmë përpara. Apo njëtë, mendoj ju kisha thonë gjithëve që familja është qelësi i suksesit. Çdo biznes që mendon me fillu, mundohu me kriju rreth familjes, mundohu me kriju rreth vetit. Nështë ajo ka me qenë edhe shkas me të mbajt edhe afër familjes, po edhe kime pas suksese në biznes. Edhe kisha pas me ju thonë që çdo biznes që mendojnë, mos ta mendojnë shumë, se nuk ka që gjithmonë llogarit dalin ashtu, po ne të rrezikojnë, ne të provojnë se jetës nuk i dihet. Ja ku jemi prapë bashkë, ndërkaq tani është koha që të bashkëbisedoj me të ftuarën time të parë për sot. Me mua këtu afër është Linda Lika, psikologe klinike me profesion. E do të flasim sot për shumë gjëra bashkë, por gjithsesi ajo do të na tregojë për rrugtimin e saj midis disa punëve që ajo bën, si udhëheqëse e klinikës së saj, mësuese e mësimit klasor, e shumë gjëra bashkë do t'i ndjekim së bashku në vazhdim. Linda, mirë se vjen. Përshëndetje, mirë se ju gjeta, kam kënaqësi. Ne do të kthehemi pak mbrapa në kohë për të kuptuar se çfarë ju ka shtyer apo çfarë ju ka motivuar